Partitë politike kanë bërë kalkulim të bazuar te kalumnia, kanë pas shumë koalicione të cilat nuk kanë prodhuar efekt. Dhe këtë partitë politike kanë shkuar në këtë drejtimin që nëse ti ke 110 kandidat, nëse matematikisht të cilin prej tyre mrin me mbledh 500 vota, i bën që i ki 55.000 vota. Nëse mrin me afru rreth vetit 1.000 vota, i ki 110.000 vota. Dhe prandaj është më mirë me pas ti 10 tut në 110 vetë në listë sa me mrin me marr parti ose parti që ka të vogla, të cilat mund të prunë bin njerëz por nuk bin votë. Sepse nuk kanë kapacitet shumë të madh elektoral. Kjo është vërtetuar nga kalumja, prandaj mendoj që partitë kanë vendosur me shku vet, ndoshta edhe për një arsye tjetër që me mot peshën e tyre elektorale, se sa e kanë momentarisht. Kjo mund të jetë arsyeja kryesore pse nuk ka. Nëse e sheh për shembull një kandidat në asambli që është marrë një komunë garanta arrin me mbledh 1.000 vota, 800 vota, 700 vota, nëse çdo vota gymrin me marr prap edhe me i prunë partinë zgjedhje parlamentare, domethënë kështu partia pa problem, domethënë e kalon pragun edhe ec tutje. Domethënë që kjo është një matematikë shumë e thjeshtë. TVV-ja më ka befasu pa koalicioni me PSHDK-n. Duar në zemër, kjo është vetëm një lëvizje që VV-ja deri tash e ka bo, nuk ka pas asnjë adherim të ri, domethënë figura të reja që kanë hyrë VV, përpas koalicionit që e ka arrit me PSHDK-n që në aspektin nështë edhe ideologjik, mu ka duk pak e çuditshme, sepse PSHDK-ja gjithmonë ka qenë ka e djatha, ose ka e qendrës, ka qenë me LDK-n edhe me AK-n gjithmonë e afër, dhe kjo lëvizje kaq radikale tyre nuk e di cila me konservativët vetëm nga muslim, po më nga që përfaqëson religionin musliman, vetvendosja ishte shumë e afërt. Tash po veç tash e kitë vendosje, po ki prap kitë të tillë. Se konservativ janë në të dy anët. Janë konservativ, shkojnë konservativ, unë edhe thash më Partia e Drejtësisë me Egzonin, pa shkoj tek LDK, Emani me është Koksi, duket që vetvendosja ka kompenzuar, por e ka kompenzuar me religionin tjetër. Nëse më pak soi për këtë aderimeve. Domethënë PDK-ja ka arrit me familjen, me gjasë dhe nisma, jo si koalicion, po do t'i bashkohet me një numër të caktuar të kandidatëve PDK-s, për ndryshe nëse shkon e vetme e ka të qartë, domethënë në farë mënyrë verdiktin është shumë e vështirë në zgjedhje që pritet me marr dikun pjesëmarrja me qenë diku rreth 1 milion, me mbrime i marr 50.000 vota është kogja e vështirë, për shkak se nuk ka garu vetëm nisma që sa ku, i kanë humbur edhe strukturat në për disa deg, e ka shumë problem, kështu që më mirë për nismën është me u bashku PDK-s me një numër të caktuar të kandidatëve ose eventualisht edhe LDK-s, se sa me hije vetëm në zgjedhje. Sa i përket LDK-s, unë e kam pa Gzim Hazrollin edhe Ermal Sadikun si dy prurje të rëndësishme në LDK, janë njerëz të respektuar që kanë bagazhin e tyre secili në fushën e vet. Sa i përket AK-s, Agim Çeku ka qenë kryeministri i AK-s para pavarësisë, mirëpo Agim Çeku është një njeri që respektohet